Në tokat e shenjta të Malësisë, atëherë kur rrugët ishin shtigje të shkelura dhe koha ecte me një hap më të ngadalt, me shumë mundim e mjeshtri u punuan mullinët e Malësisë. Me lëndet e para dhe shumë të thjeshta, gurët e tru, e sjell në jetë nga fuqia e ujit të lumit Cem, nga gurrat dhe burimet karstike, mullinët ishin dikur industria e cila bluante miellin e bukës për sofrat e familjeve malësore. Mullinët ishin simbol i një kohe kur njeriu bashkëpunonte me të gjithë elementet e natyrës për të sjellë në sofrën e familjeve shumë antarëshe të asaj kohe bukën e gojës. Nevojën e gjenezën e këtyre mullinëve e përshkruan në ndërshkrimet e tij për mullinët e Cemit Patër Kola Berishaj. Dikur robnia, po t'i kishte pas në shtëpi bukën e Bylmetin, u ishte duk se kanë boll. E s'kan kqyr tjetër rahati as zotni lek. Nuk kanë kqyr me i bado zotni liqe që i bajmë sot, por, si thaq, kanë kqyr me pas bukën e Bylmetin. Do me thënë, për bukë kanë punua ato grima tokash që kanë pas, kur ka ra shi gjatë verës, diçka është ba, e kur është kanë thatësin, besa asgja, por hana natën Terezia e ka tha. Kështu që, çdo katund është mundue, kanë godit mullin, kanë ba ortaçi, katundi me katund, janë mundua me imbajt mirë për me tërhiek për veti sa më shumë bartor e me fitue gjithkush bukën e robëve. Po se kësaj, po se bukën është dashte dhe Bylmeti. Sa për Bylmet, Malësia gjithmonë është marrë me blegtori, ka majt lop, dhën e dhi, prej të cilave kanë nxjerr Bylmetin, djathin, tamblin, kosin, mazën e tjera. Shtëpia e ropit, kur i ka pas në shtëpi këto të dy gjana, ka ndejt rehat, e ka shti gishtat në vesh, e ka knue lulkuqen. Ndonë se dikur ishin pikë referimi dhe konsideroheshin të domosdoshëm për mbietes, për fat të keq, madhështinë e këtyre mullinëve e ka mbuluar heshtja. Jehona e kujtimit të tyre kryesisht mbjeton në gojdhënat e të parëve, të shumë të numër dhe të përhapur në të gjitha trevat e Malësisë. Shumë pak prej këtyre mullinëve i kanë mbjetuar tranzicionit të kohës. Disa prej këtyre mullinëve i ka zhdukur koha dhe dora e njeriut, nga disa kanë mbetur vetëm gërmadha. Në shumë pak prej këtyre mullinëve kanë mbetur muret, si dëshmi e një kohe kur këta mullin kanë shërbyer si një industri për të mbajtur gjallë një popullsi të tërë. Me folë për mullit është nderë, sepse falë tyre është mbaj popullsia, pra janë blua, po aja është industria për e cila ka përpunuar drithrat dhe ka prodhuar miellin. Dhe në bazë të tyre, funksionimit të tyre, popullsia në Malësi ka qëndrua. A shumë më rëndësi të dihet se mullit ka një përhapje gjeografike shumë të shprehur. Mullit shtrihen nga brigjet e Lisenit të Shkodrës edhe deri në zonën malore të thellë, që nga Vitoja pra, si mullini ma jugor, edhe deri në Muzheçk. Pra, nëse shiqojmë përhapjen gjeografike të mullive në Malësi, atër shohim se aty nuk ka kufi.
Pra janë kërkuar minimumet e kushteve hidrologjike që të ndërtohet një objekt, gjithsesi një mulli. Pra mullini si objekt përbehet nga elementet ndërtimore apo arkitektonike të themi, ku bëhet montimi i gurit apo gurve të mullinit dhe mekanizmave tjera përcjellëse, të cilët kanë funksionua në bazë të energjisë kinetike, pra të cilën e posedon uji. Dhe në atë mënyrë, pra ka funksionuar një mulli i cili ka bluar drithin. Në bazë të burimit ujor apo hidrologjik, unë kam bërë një klasifikim të mullive në malësi dhe në bazë të asaj rrjedh se në malësi ishin 3 kategori mullinj. Ata të cilët ishin edhe më të mëdhejt, ne normalisht edhe më të rëndësishmit, janë të lidhur me lumin e cemit. Shtrirja gjeografike e tyre praktikisht është nga hyrja e cemit në territorin e komunës tonë deri në perëndim, pra aty ku përfundon kufiri i malësisë apo i komunës tonë. Pra nga cemi i Trieshit deri në Bogiq apo në zonën të themi të Niagares, pra nocion popular. Për sot, aty ishte ai mullini i fundit në territorin e malësisë që funksiononte në bazë të ujit të lumit të cemit. Pra është një mori mullish, të cilët nuk janë të lidhura veç me potencialin e prodhimit të drithit të malësisë, por edhe me gjërë, sepse në për kanjonin e cemit kalon rruga e karvaneve. Rruga e karvaneve që lidh zonën fushore të pellgut të liçenit të Shkodrës me brendin malore apo me brendin kontinentale. Dhe njerëzit sigurisht gjatë qarkullimit apo gjatë lëvizjes në për kanjon, pra në për rrugë të karvaneve, kanë kryer edhe një shërbim tjetër, pra kanë kryer edhe bluarjen e drithit. Nikosisht të mullit në kanjonin e cemit janë edhe më të mëdhejt, edhe kanë funksionuar gjatë tërë vitit, pasi që edhe cemi kishte ujë, apo ka edhe sot, veç në rrjedhjen e poshtme, thahet, pra pjesërisht, megjithatë pjesa më e madhe e mullive në cem ishin në funksion gjatë tërë vitit. Dhe ajo ishte ajo baza themelore e industrisë për përpunimin e drithrave, pra dhe prodhimit të miellit, si bazë themelore e ushqimit të popullsisë. Në këtë hapësirë, pra nga cemi i Trieshit edhe deri në dheun e zi, të themi, pra nga lindja cemi i Trieshit dhe në perëndim deri tek dheu i zi, shtriheshin një mori mullish. Në numër i konsiderueshëm, diku rreth 8 mulli, shtrihen në zonën e cemit që është shpallur monument natyret. Pra kemi një industri të tërë praktikisht, po. Dhe në vazhdim nga bojat, nga ura e bojave dhe në vazhdim shtrihen mullit të tjerë, siç janë mullit në Tërgaj 2, pastaj 2 mullit në Dinosh, janë në Grykulluk dhe janë në Lulan, pastaj mullit e Llapxharpnit, mullini i Roganthit dhe i fundi pra ishte mullini i Bogiqit. Mullini i Bogiqit, bazë të këtyre mbetjeve që janë edhe sot, pra fizikisht ende qëndrojnë,
është mullini më i madh në Malësi. Dhe praktikisht ajo ishte një fabrike të erë e përpunimit të drithrave, pra me magazin, me rrota mullinit të shumta, të mëdhaja, me infrastrukturë rreth e përqark, me sasi ujit të mjaftueshëm për të funksionuar një objekt i tillë, pra një fabrik praktikisht e përpunimit të miellit. Në dorëshkrimet e tij për mullinin e Bogiqve, Patër Kolla Berishaj shprehet se din shumë pak, por din të tregojë se janë thirrë mullinët e Rakiqit, të Katunit të Rakiqit e më vonë të Bogiqve, pasanik prej Podgoricës. Sipas dorëshkrimeve, ky mulli ka patur 5 gur dhe jazi i tij ka qenë i madh dhe i fortë. Për mullinin në Lulan, Patër Kolla shprehet se ka pasur 5 gur dhe vajanica, e se numri i senikëve ka qenë i konsiderueshëm. Mullini në Tërgaja gjithashtu thuhet të ketë patur 5 gur dhe vajanica. Për shkak të pozicionimit të tij në një pikë të lumit Cem, e cila nuk vuan nga thatësira në stinën e verës, ky mulli ka punuar më gjatë. Mullini në Tërgaj është punuar para 110 vjetëve. Këtë mullini e ka punua Tom dhe Luli Berishaj. Ky ka funksionua disa kohë, deri me 1960. Në këtë mullini kanë kënë 15 hisenik. Për me pas pjesë me blua veriqetin e tyne. Në këtë mullini nuk kanë veç malësia e madhe, këtej kufinit, por kanë ardhur dhe zeçat me blua veriqetin e tyne këtu. A ma vonë atë është punua edhe i tjetër mullini nar ujvar, nar Njagar, kuptohet. Aty bile e kem pa i pjesë ma shumë se sa këtu. Po mënoj shtëpia jonë, shtëpia shytet. Aty bilem ka pa met, agja i gjyshit, të këthy pecinat për me qil, vin e ujit me shkua drejt e mullini, aty ka dek. Ka pas ma vonë prap, edhe tjetër mullini, në Lulan në Dinosh. Ashtu që kërë ka i pari i këtynet mullimet, atër ma vonë kuptohet edhe për këta tjertë. Këtu e ka punua, Tom dhe Luli e ka punua, Berishaj, prej Priftnet, se ma desht me pas i mulli dikun. E kanë punua i e këtu, se e kanë pa token, anej edhe kënej Cemit. Këtu ka marrë pjesë në ndërtim të mullinit, si kom një kuheset, tanë Berisha, por jo tjetër fis, dhe Berisha e Priftnet edhe Berisha e Gurrecit. Ky ka funksionua shumë kohë. Ka kënë edhe tjetër mullini ma poshtë, 150 metra prej nesh këtu, por ai nuk ka funksionua gjatë. Këtu a kënë ma vonë më punua edhe ura, se është desh njerëzit me ardhë, me kual, me gomar, me prunë grunin, kolomocin, me blua, se nuk kanë pa ka me kalua, veç me shkoj Dinosh e më këthy me dalë këtu. Edhe atër janë kënë rrugat shumë dopta, se nuk janë kënë rrugat që janë sot, e kanë pa shumë shtirë njerëzit me ardhë i të mullini. Pjetër Prenta shi Berishaj, e sheh se është e nevojshme më punua ura, edhe e punon urën. Këtu i kanë thonë tërë ura e re, se si e ceka ma parja 150 metra, na këta ka një tjetër urë, po na prish, është zua, ja punua kjo. Këta e maj metë edhe unë, kur na punua, më falë, kur na punua jo, por e maj metë, se kanë rrugua shumë për ta, se kom dalë në kishë, grucë, në mesh, se
a kanë logu e dyzeni djele e pashkve, gjithmonë e jetën 12 saat janë kanë logu në kishtë grucë. Për tanë malësie, jo veç për grutë. Atër për këtë urë kanë rrugua. Ma vonë ajo u prishë edhe ura e merisht e punon Perostani, i biri Mark Koldestanit, e punon këtë urë që janë sot. O kanë e nevojshme gjithmonë. E jo veç atër, por gjithmonë, qërë se eksiston këtë popull janë kanë nevojshme urat, por pa mundësia, dikush ka pa ma shumë, dikush ma pak mundësi. Tom dhe Luli, si thaq, punon mullinin, aj punon urën Kret Berisha, pa bërzetje të grud, as hot, as malësive të këta. Edhe vine punojnë mullinin, mullini ka 4 gurë, por punojnë mullini me një Berish, e jo veç Tom Dedz, por ullheci është, mullini është i Tom Dedz. Sigurisht i ka paguar njerëzit me punua punën bashkët. I 110 vjetë, ma parë që këtu a punua me 1960 është deformua. A prish jazi, a prish edhe mullini, ma vonë atër kanë blua njerëzit në Bogic, është blua latje, por Bogici nuk ka mujt me majtë shumë se në kohë sush nuk ka pas uj, se nuk ka uj prej dinoshet në licen, nuk ka ma uj cemi në kohë sush, që kuna kanë shiena që janë kanë, që do mos virë se dimnit e pranverë serët, a kanë edhe ajmullin, a kanë edhe kërë që e ceka edhe kërë njullan, edhe kërë ka punoj, sa ka pas uj. Por regullisht ka punua, kësa ka punua, se ka pa këtu nuk kanë terë kur cemi mos me pa uj. Këtu, para 110 vjetëvet, e lypin me benkua vetin edhe mullinin. Patër, në tonë harapi me gja se ka pa emnin a i frat, aja ardhe ka benkua mullinin edhe vetin për me kenë logu ditën e zojës grucë me 15 gusht. Logu joj veqi grucë, po këtu a kanë logu i malësis. Se s'muj me thonë dikush sa është tërgaja e Berish, këtu tërgaja është e grucë. Se këtu kanë pa kref para Berishet, a kanë vuksa ngela me 4 djelmë, atër janë ardhe këta tjirë, nëjsen tonë bashkë këtu, edhe këj lokë a majtë këtu. A majtë i kohë logu pa o ban këtu, a majtë në kshevë, të gura e lecit, të shkolla e kshevë që janë 7, se shkolla a punu me 1949, atë janë ban logjet ma parë. A kanë ilteri, a kanë kisha që ka po dhju, aty janë thanë mesha ditë në zojë që a ban logu. Po ma vonë, kur u qilë të në tërgaj, atë ranë vazhdo në tërgaj. Përbes nuk e di, a kanë i kilë, a i ok, i ok a kanë kilë e gjysë, aty kanë thej ok, kilë e gjysë, se kanë përdori kilë, por tash a kanë kilë, a i kilë e gjysë për njeri që ka për në barni, që kanë tha me për në barni në mëlli, janë kanë 2 thasë, ashtë janë këtë mëleja dvoj nuk e di. Gjdo hisenik e ka pa kaj për gjdo javë, ose 2 herë një javë, si për mas pjeset që ka pasën mëlli. Ne kem pa në shpia jonë, shpia shrytet, e kem pa i gjysisjet. Ne kem pa i herë një javë, në është edhe 2, nësi si ka shkua, po mënoj si ka pas barë me blua këtu. Këtu janë ka 15 hisenik. Ata 15 hisenik e kanë pa pagë me blua berisjetin e vetë. Se këtu nuk ka kënë tjetër hisenik përveç Berisha. Fisi Berishaj, Ranza e Sukës, po mënoj Priftni edhe Gurreci. E kom pas gjyshin mik Gurrecit, se janë bojajt edhe Berishajnë Gurrec. Kur ka shko të mitë, sigurisht, ne eshkin këtë burin që ka da me shit. I ka thënë Pjetër, se Pjetër Gjoshut, ja kanë. Pjetër do me shit mullinin tërgaj, pjesën teme. A do një me ble ju shpje shyta, se tjetër kush s'ka mundësi me ble.
I ka tha, a je marrë vesh me vllazni tante, edhe me ila ka me vllazni me Berishaj. Kur kush zdon me bleveç, nda qëti, aty e I pastër, a ka im farë Pjetër Zefreqit Berishaj që e ka shyt, janë godi me gjyshin tem Pjetër Gjoshytin, edhe atë pjesë e ka marraj, e ka me hisja e shyten më të tërgajs. Jam kanë sigurisht rreth 10 vjeç, e nuk kam marrë këtu në Mullin, por I njesha familjen ka thot, po shkojmë me bluan tërgaj. Se këtu s'jam kanë Mullin të Bogicet, se besoj se I kam pa 12-13 vjet, se shkosha herë me nan, herë me nusetarës, që shkoshin me blu atje. Për këtu ja nuk e maj met, veç më kanë thonë fort rregull, një herë Mullinës, në ta, tash para ti nuk e di kush, ka Zef Paloka Bojaj prej Gurrecit. Vlau I gjyshës eme, miku I gjyshës em, ma vona Gjergj Pjetër Toma I vezaj prej Kshevet. Aje ka majtë gjatë fort. Ata e maj me kur ka lote për para dere të shkote në Mullin, vite këtu në Mullin tërgaj, me kanë Mullinës. O dasht me nej edhe natën me blua, se janë kanë shumë që kanë prunë barë me blua këtu, e dasht me dalë në redë gjithë kujna për mos me prit njerëzit gjatë, se ndoshta prej rrancë rast Trabojinit. Me blua këtu, e janë da me prit gjithë natën me arë në redë, për me marë mos me dalë, mos me ullë prapë nesrit, se janë kanë larkë, se janë dasht mos me hupë kohë, se janë da me rritu ladin, përbes Zotit, kur e këshyri dronin, që ka fotografua Marku, Malsin, është qurë që kanë mujë me në gjim buk, sa to ka pas mali. Por Zotit I ka një mua në kanë rritë, sa janë shkollua, janë rritë, kanë preparua njerëzit, boll edhe në atë kohë. Ashtu që janë kanë vlefshim, Mullit, ma vonë, a punua Mullin I zjarmit në tus, I zjarmit I thoshin sa kem e rrymë. Aty kem pa pjesë edhe na. Prap shpia jonë, baba eme ka pa blej hisë aty, a kenja Gecaj prej Kosovit, e ka pa qilë Mullinin aty kem blu edhe në ta. Se jem ken shpi që kem pa pak hath. Ashtu që kem muj me marrë pjesë në veset të mirat njerëzimit. Jam kenu ku shkosha me marrë atë pjesën e që na e kite, tash nuk e di, kish me tha ka I hen ja, se I te larkë me shkua, se duhe kam prej Kshevet e me shkua në Bogic, ata për mjedi o si, ata I te rrugë male, për meshin një shpin mushkut, shkosha se jam kënë prapë e ceki me nanë me gjyshën, me këtë strinë ose në ars, shkosha me to, kështë qef me shkua, I vogël, veç mërshim në meshin me mushkut, e me shkua me ta me pa, kuma venjët, kuma. Në atë kohë, është edhe në që zua I film Amerikan, në ujvarin aty. Ata e kuma pa, ka këceshin kualën duke I quët, këceshin me kualën në ujë, në cemë, që I shmi. Jam shkua, aty a ken, tash para ti nuk e di, kush a ken veç e di, sa a ken Vukanovic Pavle, prej Rakisit, a e ka pa I gjatë atë Mullin. Ka punua gjatë, ku dhe që ka deka, dhe kur ka deka, e kanë ndërmes ka punua, ma s'dinë cilën vjetë ka dek, veç vonë ka dek. Aty është punua, edhe I ka herë është punua I Mullin, nuk e di vjetën, por është punua ka herë edhe I Mullin aty, se tha që dhe ma par Agja, I gjyshi sem ka hu pjetën aty, uj këshyvitja ka pa emnin. Të e këthy e gurin e dykun ka pa kuburen brens, e ka neshti kun edhe, ka vra vetin. Ata barabar kanë vazhdua, kanë punua, për rast që ka dekja I shyritaj, e kanë pru venimin I gjys gurit ma shumë me në alon, se I gjys gurit në kënë tanë të ne kanë vablotësoj gurë. Sa aty janë kanë, edhe aty janë kanë 4 gurë kishon me thonë, sa janë kanë këtu në tërgaj. E maj met jazin, por jo të plot. Se deri vonë kanë kënë jazi, këtu e ma vonë atër, e kanë prish me dinamit aty e vra peshk. E qkatron jazin, sa kanë bash I bukur, kanë
si ujvara kanë në atë kohë që e maj me tonë. Por atë ruh prish krejt, e që ka të ruën, i dhime i gjithë kuj që ka ban njerëzit e pa hajrë, se kishin ku me cit dinamita petë që të narta me e prish. O kanë vija, edhe sot e ka i pjesë atje. O kanë vija e goditun, e kanë punua njerëzit, sigurisht ata nuk kanë ashtu, por e kanë mu ruaj pjesë, e kanë godi vinë për me ardhë ujtë, me pasë, gjithmonë. Kur s'ka mund gua ujtë për asaj vinë që e kanë qilë njerëzit me krahë, e kanë punua, janë ka mjeshtra. Ka punua dikush Martin Ivezaj, më ka thonë, kjo Agron Berishaj, a kanë mjeshtër i farë Martin Ivezaj, ka punua këtu. Po e ka punua prej të jazi, ku e ka punua deri të mullini ujtë, që mos me mund gua, kur ujtë s'ka mund gua këtu. Se këtu nuk ka qëterë ujtë, si janë qëterë në Dinosh edhe në Bogicë, në arë ujvarë. Po kanë gjithmonë ujë, gjithmonë kanë blua njerëzit këtu. Po ka ardhej të momenti se u prish jazi, e nuk vite tha ujë bollë. Atër kjo plakë, të dërkush shtire ka majtë, shko puna që kreva jo detyr, e u prish edhe mullinje. Njerëzit që kanë punuan të sigurisht edhe nuk kanë muj me pa e gjatë, sot kanë dekatër, s'kanë muj ma, ka pa e ka dikush ma stynet për vonë. Grup tjetër i mullinjve janë mullinj të cilet ndodheshin në Projnë Urrela. Në Projnë Urrela ishin këta mullinj. Mullini i Tuzit, i cili për kamallësia është i dyti në malësi mbas mullinit e Bogicit. Një mullin tjetër ishte në afërsi të rrugës Tuz, Vuksaleka i Matutje Hot, në afërsi të vorrezave pra islame. Sot nuk ekzistojnë gjurmat e atij mullinit fare, por aty ishte i lokalizuar. Një mullin tjetër ishte në Vuksalekaj, me dy rrota mullinit pra, me dy vija mullinit. Një mullin tjetër që nuk është i lidhur me Projnë e Urrelës, por ndodhet pak interesante, ndoshta tingëllon në brigjet e liçenit të Shkodrës, pra në Vitoj. Sot ekzistojnë konturat apo skeletet e atij mullinit, i cili funksiononte në bazë të ujit, pra i cili vinte nga një bazen, apo nga një liçe i vogël, praktikisht i cili mbushej me ujë nga burimet, pasi se Vitoja shprehet me një numër të madh të burimeve karstike, edhe burimeve shumë të fuqishme. Dhe popullsia vendase kanë krijuar një mur i cili ka rrethuar një hapësirë ku bëhej një akumulim uji apo hidroakumulacion, duke i dhënë një ramje të konsiderueshme nëpër të cilën kalonte uji dhe vende në lëvizje më rrotat e mullinit, pra dhe bente që mullini të funksionoj apo të bluaj. Besë në ka lanë gojtë dhona i kështu, ai, si që kanë bisedua këta të partë tanë, duket se aja është punua ka herë ai mullini. Se këto tokë në këtu janë punua, tona janë punua kjo fush këtu. E keme edhe nërë lecaj atje, i fush të malë edhe atje, ishto në liqen që je zemë, pa jas me pa ken banata, janë shtu ka ken leja atje, gjanë bukuria. Të na, sigurisht janë detyru me, ai ulla thone ka punua, ka pa 3 djelë më ulla. Aty kreta është shtëpia, nuk janë zdallohen 20 metra me jara tjetër, me që jashtë gjyshe. Me majnë men, kur s'kanë majnë men se janë këtë bojnë, as kushe ka qfryzua, pa e qfryzua sigurisht e ka në ta, por
Me bisedua njëri, a i kem fjalë boll me bisedua për këtë gjë, sa ja kem familje e madhe, veç se shtëpia jonë, gjyshi jem, ka dekën plis, 70 vjeç. Kur një si ka kalua, tonë kanë marrua heret. Janë vranë luftna, janë kap smunjet. Lene edhe ka 2 vjetë kanë nejnë Shqipni. Nëse u kanë lypë me pagua 10 e porezit, kanë kërkua. Këta hoti si ka pagua. S'ka një gjua me pagua hoti. E tonë e kanë pagua, veç hoti s'ka e ka pa të lejume. A e ka pa, edhe a e kje ure e Bacalekut, pa hinë Shkodër, vetëm hoti ka muj me kalua pa pagua. Për atë ullë. Këtu ka kënë, kja pjesë e male more e punu me atë mullini madh. O këtë janë rratë suksat. Ato lelijet bame janë ke bame shumë, janë ke lelijet bame të forta. Këtu s'kanë gudzujt njerëzit, a je këtë e kanë shty, sa i nuk kanë shken, a kanë gati gjy se e kronit e shpisan. Këtu që jashtë uj i pizë. Këtu ka punua dhe i here ka rrenua kronin e kanë punua ushtria. Këtë krua këtu. Se aj, edhe e kanë rrenua prap pjetër leka e agja em nove, e kanë ba e punua si lypet, se e kanë paprish. Daljen e ujt pe i këtyjt e në mos me shkua. Aj, për mulli ka hera është ndërpreje në luasa, i ka pa, është syni atje, syni i zeti kanë tha, në kryet. Edhe ka haneku tani qirën që ka shkua ujtë në ta. Përbes, mas fortit që jëmë bazua, aja e ka dhe i livat që e ka emnin atë ulla. Edhe shpia ullës që ashtë, thote baba ka pa 3 djelë ma ken shpia ki math. Aja ken ma i interesuami për këtë mulli. Në to kohën, pa ja s'ka hera ta. I ka një oftë bitë. Dash me bisedua njeri, zjana që si ka një, prap. Aja është veshaj murë. As muri nuk është tanë, por e i metres, 2 dikon nuk është rrenua hala. I ka ato pideret qiruna që për me dalë ujtë e me shkuev. Po kanë kënë murije këtu, te vala që i kanë thaje këtu, mos ka pas e la aty gjamë, nuk e di kur i kanë prish të mure, s'di gjamë këmeta. Ujtë e kanë pa ba me murë këtu, e kanë këtu e përsy, e kanë ka shkua në mulli. Ka pa shtypjet male fort, a e ta ka marrë bulirën kur e kemë bush, nuk je kejnë zoti me pajtë, a që i kënit ka kënë, tash sashtë ujtë e kënit. Nuk është ai kapacitet e ujtë, ja, se kanë shpras dinamita këtu kur kanë punua, kush e di ku ka çfry pjesa tjetër. Nuk ka aq ujë sa ka pas për para këtu. Si s'ke mujt kur qysh me bush bulierën me i paj duart ti në ujë. Aq kënit a kënë. Po i meredosh e duart. Ta bate bulierën e hupte në sy, por e kanë punua se kur e ka punua ushtria, hupshin tani merte. Atëre punuan këta Pjetër Leka e këpej Juavi Gjolek se no. E janë kënë, këtu kanë arë dhe i buzë mullinit nërë helmi. Tanë kohën. Aqë që është kënë e qilun jazi për buzë lani ka shlivadesh, që ka mujtë me ardhë me brod njëri. Tash janë za me lej. Thoshin, tash kanë angodit kjo ferrevia, sajt e kanë edhe në lua ma shumë, por për para tonë leu thoshin shkove hinin liqen. E me ta man janë dënyna, e mësua e ka not, a ka i dhija e male se këtu i kem da me pist, mren. Për mjedi kronit a ken kësajt në rejt, e a vija e male e kësajt, për buzë fushet kësajt topit, gjithë rrëth ne kem da me krej shpia jonë, venin. A shka vija i metën a ken e thellë. Vje male. Njerëzit i kanë rruje dhe baktit, a s'ka pas dënumas që si ka ullë qysh spijet. Spija është ullë me laka.
s'ka pa ujë kun. Veç kur janë munua smramit me punua, kanë bashkua në i braka, në i saransh, me lasa, me la grati, janë ullë përgjithë si dhe javë. Garkuëm, me kuale në shpine jetu. E u bahe i këtu, kjo bashtina, këtë kanë punua. Ta në kohën edhe bostan e kanë milë. E ka lëvru baba i tina, ka zëris gjithmonë. Veshin, si kanë basan tina, bostan kokërdhak, shukërbep. Ata kanë mu këtu. Po dha vishin njerëzit heret e villshin, e mershin, kolomoq, pjekshin e, atëre shtishim mren, kur ullshim me bakti, ja qilishim gropën e mytë e mren, mos me e pa. Si fmi që ishim. Janë këtë dugërvoqa, ta manjate për të aty në shelqe që janë atje. Atër Pietri i ka pas mund, tona shelqet ka shken a i shej që ka shkua në mullin, pe atje. Kur ndërprej s'ka punua ma a i mullini. Janë muret që janë godit për me shku ujtë në mullin. Në atë kohë nuk kanë pas këso gjana, po godit e me mura te, murë këtejna dhe me qua me lëshu. Ka punu i deri vonë, po thom, e kom tje babën ka thot që i ka thonë Argja se baba i ka va dekiri, që kur është godit ura, në samoborit, ura samoborit, ka plas ujt edhe s'ka punu kur ma. Aterna është hjeka i gur mullinit e kanë punu thote, si kanë thonë ata paratina, që i gur mullinit është qitë një këtë së njëtë. Ekziston, thoshin atë. Po nuk ma ullë kur kush me pa, se është thellë. Veni si ven, është shumë, po nuk kem rast me pa tash, është shumë i slikatën bukur. Ka fotografin që me besu dasht e pa dasht. është mundë të anë veni që del ujt e derdhët në ti të rane, ujt që vjen prej me shkull mullinje, po nuk kem pas dje ma shumë, se bela me papa dje ma shumë ka muj mërë uj. E me kënë sot manërit, po jem kënë edhe fukara, s'kem pas as mundësi, me mund të intereso për atë gjanë. Dritoni, disa herë ma da me një mua tatë, etë një mua se do me pastrua, se është dokumenti hatashë me mullin. I një mua shaka, nuk më duke diçka pa lidhje. Ja të asë në qëtu e gjanë, në më bela, se shkon të u vjetru, se jo, s'ka prek kush me tha pe e ven i gura, pe e ven i sen matej, nuk është prekinda. E gjuna fa ke për shumë, ata që kanë di, po nëse kem di vleftën historike të kësaj gjanë. Jo, nuk ka, se mundet me thanë dikush e pa me të manërë sa bela njerëzu në i gura, në i sen, se ja, tjetër zja. Vend që ashtë disht me kënë me kësyre me studio njeri ashtë aty vend. A dhanë shumë interesant. Me bëmi pa murin në verë kur është interesant fort. Aja është përsa mund në di si janë lanonat, aja është kanë i yni, por e kanë shfrydzua të ndrumja, pa marrë gjanë interes prej tina. Një aty, se s'kanë pas, s'kanë pa ditër kun, po një aty është i shfrydzua vetëm prej drumatve. Valan e drejtas. Një mullin tjetër që është i lidhën me urrelën. Pra, ka mbetur në kujtesën e njerëzve të vjetër, dhe mua me ka mbet edhe mua në kujtesë, se të vjetrit të regonin se një mullin ka egzistua në Arvrane. Për sot, pak misterike, që ka bë mullini në Arvrane, si ka funksionua, si janë furnizu me ujë.
Po nëse shiqojmë pak konstruksionin e shtratit të Urreles edhe degëzimin e shtratit të Urreles aty afër urës së Shqipshanikut, pra Antus te komuna. Sot aty Urrela ndahej në 2 degë. Një degë vazhdonte rrugën përmes Tuzit, ndërsa në anën e djathtë ishte një degë më e vogël e cila përcjellte ujin drejt Dushicit dhe drejt Vranës. Pra pasi që klima edhe në mesjet, por edhe më vonë ishte më e volitshme, ishte më e lagësht dhe ekonomia e ujrave menaxhohej nga pushteti i atëhershëm, Urrela nuk thahej sikur sot. Më thëmë mbaj men unë se Urrela ka funksionua edhe deri shnatonit. Pra ka funksionua edhe dhe në qërshorë, ndoshta edhe ma vonë. Dhe të 2 këto degët e Urreles, parafërsisht, kishin një sasi të konsiderueshme të ujit, e cila mjaftonte edhe të përdoret për funksionimin e mullinit. Dhe në bazë të kësaj degës së djathtë që ndahej nga Urrela, ujit shkonte drejt Dushicit, afër nëpër ubël të Bacit, sot në Lekaj, dhe vazhdonte drejt Vranës. Dhe mullini i Vranës pra funksiononte në bazë të ujit të Urreles. Grupi i tretë i mullinëve, që nuk është i lidhur as me Liçenin, as me Urrelën, as me Cemin, por është i lidhur me proje apo shena, pra si rrjedhje të përkohshme dhe me burime karstike, të cilat paraqiten në zonat kodrinore malore të Malësisë. Pra shumë interesante është se në kanjonin e Cemit kemi mulli të cilët ndodhen disa 10 apo 100 metra mbi pasqyrën e Cemit. Dhe pra që nuk funksiononin nga ujit e Cemit, por funksiononin nga ujit e burimeve karstike, të tillë janë 2 burime në një fushgrop të vogël që quhet Lerza, nën Muzheçk, me njëherë aty mbi disa 100 metra mbi Cem, në një lokalitet shumë të vogël ndodheshin 2 mulli. Mullini i Lerza dhe mullini i Rasës së Tisës. Nocione shumë karakteristike dhe domethënëse, po çka është karakteristike aty se në Lerza ndodhet edhe një burim karstik, i cili gjatë kushteve meteorologjike të volitshme jep sasi të konsiderueshme të ujit. Ai burim nuk shterron kur ujit në burim bjen, por nuk zhduket. Dhe me pompa apo me tubacion mund të nxirret apo nxirret praktikisht edhe tani. Dhe një burim i tillë, pra një shpellë me ujë të themi, një shpellë jo e madhe, por me ujë, ishte potenciali burimor për funksionimin e atyre 2 mullimeve në Lerza. Çka është edhe më e çuditshme dhe shumë interesante, se një mulli ekzistonte edhe në Muzheçk. Pra diku atje në 900 metrat në altësisë mbidhetare, krijohej një rrjedhje, një prua, jo i madh, por të cilin vendasit e kanë kanalizua, pra kanë ndërtuar një strukturë me rrasa guri që sasia ujit mos të humbet dhe të përcidhet deri tek një mulli. Të themi se këta mullit malor nuk janë të mëdhej, pra e logjikshme, sepse potenciali hidrologjik është
tepër i vogël dhe nuk ekziston një interes se të punohet një objekt i madh, se bëhen investime. Dhe këta mulli, pra në për zonat kodrinore, malore, kryesisht janë mulli familjar, apo vllaznor, dhe kanë funksionin që një vllaznia apo një familje t'ja plotësojnë kërkesat për bluarjen e drithit. Është shumë interesante që në zonën e Luharit ndodhej dhe ishte shumë intensiv, ndodhet edhe sot e kësaj dite, një burim, një kroni i Luharit. Vendorët, shumë vizilent, larg pams dhe shumë praktik, kanë ditur ta menaxhojnë ujin e këtij kronit. Ta kanalizojnë dhe ta përdorin energjinë, potencialin hidroenergjetik, duke krijuar mudhi, duke ndërtuar mudhi në përshtratin e atij projit i cili funksiononte gjatë periudhës me shenja apo në mënyrë pra periodike dhe në formë shkallëzore, sipas informacioneve që i kanë fituar nga vendorët, nga banorët e Luharit, ishin 7 mudhi një mbi tjetrin dhe të gjithë funksiononin nga i njëjti ujë, pra nga i njëjti burim. Normalisht ata mudhi nuk ishin të mëdhej, por ishin të mjaftueshëm për ekonominë familjare të cilët kishin ndërtuar. Normalisht se emërtimet e këtyre mudhive në Luhar janë sipas pronarëve apo zotave të shtëpive të cilët kanë ndërtuar ato mudhin. Shumë interesante, kam hast dhe tek një informacion se madje edhe në Gurrec ishte ndërtuar një objekt i cili do ta ketë funksionin e mullinit. Megjithatë nuk kam fituar informacion se a ka funksionua ai mullin ndonjëherë. Pra siç po shihet, pjesa më e madhe këtyre mullive në zonën kodrinore malore ndodhen në anën e djathtë të lumit Cem, në brinjat apo qetat e Cemit ose në Luhar. Ndërsa në anën e majt të Cemit kemi këtë mullinin, të themi simbolik, të Gurrecit, përveç tij kemi edhe 2 mulli të tjerë. Ata mulli ndodhen në Trebojin, pra dhe funksiononin në bazë të potencialit ujor që e jepte kroni i Trebojinit. Atje kemi 2 mulli të tillë. Murijet e këtyre mullive janë ruajtur, pra me gjithë kafkane, megjithatë çatijet normalisht janë shembur, sikurse edhe i të gjithë këtyre mullive tjerë në malsi, sepse praktikisht të themi ashtu, në Kemb kemi vetëm një mulli në krejt malsi, prej 33 mullive të cilët unë i kam klasifikuar në këto 3 grupe, apo për të cilët kam fituar informacion. Pra 33 mulli, veç një ndodhet në Kemb dhe ende e ka çatin, pra mbi murie, mbi ato struktura. Aja është mullini i Tuzit. Mullini i Tuzit është mullini edhe i fundit, i cili ka funksionuar në malsi. Mullisi i fundit ishte Gjekmali i Vezaj. Ai mulli në brendi i ruan të gjitha pajisjet në gjendje shumë të ruajtura dhe me një projekt të mirëfillt, me vullnetin të donatorëve, por njëkohësisht edhe të pronarëve. Pse të pronarëve? Për arsye sepse janë shumë hisenik. Dhe veç këta mullit e vegjël, se çdo mulli i madh
praktikisht kishte ma shumë se një pronar. Dhe këta mullit e mëdhej kishin edhe 5-6 edhe ma shumë pronar, pa ma shumë hisenik. Dhe normalisht ky mullin i Tuzit pra është pronë e disa personave, apo disa pronarve, dhe normalisht gjithmonë nevojitet një kompromis, apo vullneti i mirë i tyre, që ta japin mendimin, ta japin pëlqimin për intervenimin, rekonstruktimin, madje edhe eventualisht kthyemin në funksion. Dhe ai vetmi mulli që mund të kthehet në funksion sepse i ka të gjitha elementet ende të ruajtura dhe në gjendje të mirë dhe në vend. Praktikisht vetëm mullini ka fjetur se nuk është bërë në interierin e tij asnjë ndryshim i cili mund ta rrezikojnë eventualisht funksionimin e tërë. Pra nevojitet një pastrim, një rregullim teknik jo i madh, dhe njëkohësisht do t'ishte e nevojshme që të bëhet rekonstruktimi i çatisë. Pra, të heqen ato lanë drurit, ai konstruksion druri dhe tirgu dhe të krijohet një çati e cila do t'jetë e qëndrueshme dhe e cila do të shërbejë për mbrojtjen e interierit nga tërhequrat atmosferike. Jo, nuk kam lidhje familjare me kur një hisenik të tyre mullive, dëshem katonës për shembull për mullinin e Vuksanlekajve, por jo diçka ma intime, diçka ma afër. Veç edhe këta të themi, se unë përmenda o 10 mulli, nga 33 sa kom konstatua unë, por duhet ditur se unë e kom fitua si informacion, se në këtë vend ka qenë mullini, mirë po, sot nuk gjendet asnjë gjurmë ma e vogël e ndonjë mullinit, si që janë disa mulline në cemin e Trieshit. Ka mbet vendi, këtu ka qenë mullini, por nuk ka asnjë gurë nga i mullinat në atë lokalitet. Dhe kjo tregon edhe diçka tjetër, që është për mua është edhe katastrofike, se kjo shpreh mos vigjilencën tonë, mos interesin tonë për trashëgiminë tonë kulturore e historike. Mullini dhe hapësira rreth mullinit nuk ishte vetëm objekt në funksionimin e prurjes së drithit, blurjes së drithit dhe prodhimit të miellit. Por zakonisht zonat, hapësirat rreth mullive kanë shërbyer edhe për takime, për organizimin e ngjarjeve vllaznore, fisnore, besa dhe godeve dhe ngjarjeve shumë të rëndësishme historike, por edhe ngjarje të eventeve kulturore e historike, siç janë Tërgajat për shembull. Vendi takimit praktikisht të përditshëm, ose vendi takimit ditën e Zojës Grucë. Pra ku nuk është ekspozua veç bukuria individuale apo grupore, por është ekspozua edhe etnografia, veshmet kombëtare, aty në bën takimet, njohjet, ndoshta edhe krijimi i miqësive, njoftimeve kumarive, probatinive, edhe shumë elementeve, ngjarjeve tjera që janë të rëndësishme për kulturën dhe trashëgiminë tonë. Dhe fatkeqësisht shumica e këtyre mullive nuk janë në kam, ose nuk funksionojnë, ose janë një gjendje katastrofike. Dhe nëse bëhet ndonjë përpjekje e
pushtetit lokal, gjithsesi të institucioneve përgjithëse ose atyre adekuate, do t'ishte shumë mirë që të mendohet të bëhen ndonjë projekt të cilin do ta investojnë komuna apo mund të gjenden burime edhe në financiar dhe nga ndonjë faktor tjetër, të bëhet rikonstruktimi, si për shembull i këtij mullinit këtu në prapashpindën tonë, mullini Naselc, i cili është i qasshëm për gjithkën, i qasshëm për vizitorin. Dhe nuk është me rëndësi se po shohim në një mullini si objekt, por pak edhe ta imagjinojmë dhe të kthehna pak mrapa, ta përjetojmë me atë formën, mënyrën, jo vetëm mjeshtrinë e bluarjes, por formën, mënyrën e jetesës, se si kanë jetuar të partë tonë. Ta bëjmë një rekonstruktim të ngjarjes, të kthehna pak mrapa në histori. Nuk është e ka diçime, e histori, nuk është e ka moçme. Ajo është e integruar në genet tona, në jetën tonë. Mos t'i harrojmë. Ta nxisim pak kujtesën, se sigurisht edhe unë edhe ju edhe të tjerë kanë dëgjua babat, gjyshrit, dikush ka mund ta përjetoj edhe stërgjyshin. Dhe me siguri veç ka mund të ndjej, të ndëgjoj ndonjë fjalë të mirë, të bukur, ndonjë porosi, ndonjë amanet nga ta. Dhe unë mendoj se amanetin më të mirë na e lanë këto objekte që ende janë sido kudo, një gjendje katastrofike, por ndoshta ato vetë, të themi pak kështu në mënyrë figurative, a thua dhe këta mullim menojnë për ne apo bëjmë në diçka për ta. Ta rekonstruktojmë pak historinë tonë, ta shohim historinë, lashtësinë tonë këto vende, se s'ke marrë tash apo s'ke marrë dje. Edhe jem kalimtar, mas nesh s'ka me kanë kurkush ose do të praktiset. Këta mulli dëshmojnë një histori shumë të lashtë. Këta mulli dëshmojnë se këtu ka jetua dikush. E ai që i ka punua, nuk ka menua sot për nesër, po ka menua ma gjatë. Sigurisht ndërtuesi i këtij mullinit dhe mullinëve të tjerë kanë menua se ai do të përcjellet nga gjenerata në gjenerat dhe do t'i shërbejnë mirëqenies popullit, banorëve të këtij vendit. Dikur shtyllën mbjetesës dhe industrisë vendase, sot edhe pse në heshtje, këta mullin nuk janë harruar. Muret e tyre mbartin kujtimet e brezave, të cilët janë ushqyer nga mielli i bluar nëpër këto mekanizma shumë vjeçare.